Thot Muhamedi të thënë në hadithin që e transmeton Buhariu, rahimahullah. Thot pejgamberi të thënë del ditën e gjykimit një njeri mu gjyku për Allahu të azza. Edhe i ka vendosur para vetit 99 fletore të mëdha si krejt gjunohe. Qel një gjunohe. I thot Allahu azza, a ki dikun në i pun mirë që ki boti? Që jo Allah zot s'kam, qëto që janë qëtojnë të mirë atë. Edhe nisët me kokë për ullën me shku dhjetë të së livenat. Të këgjëhnemi Allah në rujt për shërët dhe për dënimi ti. Atëra, shikoja ato që si harën kërkut një të mirë në dynja në herë që e ka buahën. Allahun azza wa jalla. I thët këthaho, se te e ki një të mirë të ra, nështë të harrojmë të ato kura. Nësë ja Arab, ku është e amirë, nëse di që Allah është e amirë. Janë dhirë Allah një të mirë këtë mirë e rafën, që ka bo. Së është e amirë, është e bërshlit që ka e bërsh. Kër ka arë kuha me amarë bërshin, s'kan pas, kanë thonë falje kofta. E Allah o thot, i thot të njëri, s'mun është i me konë më bujorë se une. Tje u kjo falë tjerë dhe unë me dënu ty për këtë, s'ta bëj këtë furë. I falë një atë. Një të mirë e ka bo, se ka haru Allahu gjelle vala. E sot mirë të i harrojnë sot njërë shumë ta. Për ta po him gjunati, vallaj për ta po him gjunati, për ta për e në Allahu në azhjet, për ta për jargun nga feja ti, e o të në fund stadin. Lej krejt, vallahi lej krejt, veç Allahu gjelle vala këthehu apë. A ti këthehu, pas taj rrugës për të kaj, kanë më këtu njërës ka hëteja. Dhe sa i ka ndorë zemët e njerëzve. Aje bën me dash dikush, edhe aje bën me të urejtu dikush. Për këtësia, kjo shembull që në ceka, në hyrje të surës El-Bekara, është shembull që ka të bëj me dyftyrët, është sahi. Ka të bëj me munafikat, është të vërtet. Ka të bëj me ata që në zemër e kanë mshef pa besimin, në zemër e kanë mshef urejtën për këtë fe, e kanë shprej besimin, e Allah po thotë, që kush jam këta? Këta janë prisit e këtij shembulli. Mirë po, në çka kanë fillim? Nuk po na intereson neve kush jam këta. Po në ndërëzëm me di se qysh jonë bo këta që shtë të afër. Apo që na më të bo si kërsa ata. Andë në këmull me të gujtë shembulin e munafikave, që të e munafikat, që të dënin e ka. Edhe me dojë për gjallisi me thonë që keni dërës po, ke për do njërë që një mejshin të qia të afër. Unë zë me vojë për të njërë të qi. Po zë me vojë të qysh u bënë këta të qi që shtë të afër. E që shtë të bo këta. Ju dhe kja urni se përfeshën. Ju dhe kja ndalesa, hajtë e dim në punën tonë. Ani dhe ani miri kiti veçëllën e di. Që së përshë në ata fillim, e pasaj në bo për ty në që Allah ka e tash, se Allah i një rëndë. Që ke mund një shqit njerëz dhe sa të dush, e njerëz dhe Allah i sa i filon i kishë punë gjërën, njerëz besojt. I pa e që Allahot, ki mundësi mja shqit filozofit e tuja, kjo është të tërë mesela. Përndaj, të marëm shemë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I cega disa shemë që të regojnë praktikisht sjellën e tyne me shpallin e Allahut azza wa jall. Andaj Allahu ka përmendur se njerëzit që sëtën me shpallin e Allahut azza wa jall. E mësum çka se shpalli e Allahut që ka dritë dhe që ka ujë për jetën tonë. Drita vjen përmes përpara, mi përse ski ushqim të bjen drita pidore. Së në marë, zë ligësh, e ka tek Allahu xhallahu se çka shpallë Allahu t'jap dritë mes përpara, po t'jap edhe jetë fuqi, se është ujë për mes përpara. Të dyja t'jap. Edhe ka pru shembull aty që i shky me drita, edhe shembull aty që çka i bjen shiu në frak shtëpis edhe i thahet arra. Allahu na ruaj tyre. Ti mund të mësotu se në vend të saktuar me shkëtinë e madhe, të vjen shi. I pa mund të mësotu në vend që bjen shi vazhdimisht, edhe toka është e thatë. Kësë në kuptë njëja, të në Allah. Shi bjene e thatë. Për shemë dhe qëtën që ka tek Allahu Gjelle Vala. Ja ka mënsu Allahu Azu Gjelle me në gjuri gjeratër. Ja ka mënsu Allahu Gjelle Vala me në gjuri fjallën e vërtet. Ja ka mënsu Allahu Azu Gjelle me në gjuri shpallën edhe vahjën e ti. Me në gjuri fjallën e ti, me në gjuri fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me gjithat përse i shka, thatë. Zbinë kur të fjatyta. Kjo gjendje, kjo thatësi, zjen për me njëra, po. Po njëherë, e njëherë,
dirë së të thakë komplet, edhe ma e tokë, edhe ku të vadish më të nej, zbanë për mu bëharë ma. A që është? Shketina që jënë bo që të ashtë, ato shketina, dhe që Allah i madhë me kudritin e vetë ka mundësi. I po njeri, së në këtën në tokë pjellora të ato. Se shtrejës e parë është zalë, edhe poshtë o zalë, edhe nërta o zalë, një 10 pytë për puni o zalë. I pa i zalë s'ka arë për një herë ashtë të tamë. Që shtu njëri ti buhet zalë në zemën e ti, e ka zemën e pasër të gashme me pranu, a i vetë një gjuhë vetë i zalë. Herë në dytë o fetë zalë, dhe të ti buhet qka, i buhet zemë e shketin. Vjen shio, sahi, vjen shpalja, vjen ligjerata, vjen kshila. I po zbin, se thatë e ka thatë vetë zemër në vetë. Ato që Allah ja ka bo dritë, edhe jetë e ka bo. Udhëhes për të Allahu Azogjel, mbrojt nga rëzitit të ndryshme, të ruën këtë qiet, e ka pa rëzikun. E përse ka përfil, atër pas kësaj mas përfile, mbetet dënimi që veç e ka me prejtua. Dhe kjo shemull konkret në këtë sura, që ka përmanë Allahu Gjelle Wala, unë thash për sëri, ka të bëjmë në dy ftyrët, është të vërtet. Mirë po na, para se me mytë të ta, duhet të interesojme të pytemi se a thu valë, që shu banën këta të atilë, që shu banën këta dy ftyrësha, ja që shu banën, me këtë zveprim të atyne, me këtë mos përfilje, me këtë shpërfilje arrogante, ose ignorante, ndaj fjallëve të Allahut edhe ndaj hadithve të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, atër Allahu Gjelle Olej ka dënu me këtë dënim të dhenshëm, se që ka pru këso shambush që sharak në Kur'an, për ta aftën, një për vallahi në që sharak nështë ta për momentin, do t'jenë shumë të dhenshëm për ta ditën kërë të takoni Allahu subhanahu wa ta'ala. Shumë të dhenshëm për ta. Prandaj, përësia këti shembulli është që ta përfilim fjallën e Allahut Azogjel. Mos ti neglizhojmë urnët e ti. Mos ti afatizojmë punët që kanë të bojmë obligimet tona ndaj Allahut Azogjel. Mi për të bëjmë sikur se ata që kemi thonë që imë se ata. Na kemi thonë njëna të sahabët, asë që fut, asë ko që ka thonë, ko ka varë për në zote. Qështë jemë na? Na kemi thonë që jemë të sahabët. Ata shikoni sahabët që ka kanë bëhë, kur ka zbita jetë që Allah poli kështët, u kryzët. Allah poli kështët, në sabas, në gjondën e posë që kështët a zët. E kështu me ratë. Që kështët ata që një kënë rrugën e sahabët, që kështu bujnë e tamën. Pastaj, a ka murmurima, a ka vetima, është të vërejt kaftët. Mi për bereqet i shiët është maj marë, se sa rëziku i bubullima dhe i murmurimeve. Apo? Andaj besimtari, për një murmurim e për një vetim, nuk e rem bereqetin e shiët. Kjo është kuptimi i këti shembulli që Allahu Gjellona e ka thirë në të surën Al-Baqara. Andaj në lusim Allah në madhruar që në i freskon zemrat tona me shpallin për ti, në ndryqen rrugën tonë dhe ti me shpallin e ti, me urnët dhe i ndalesin e ti, edhe në mundëson që në këtë rrugë të kësaj bote, edhe rrugës së etës dhe të Allahut Azogjel, ndryquës si unë tjetë kjo shpallje, edhe ushqimi unë tjetë kjo shpallje, nga se Allahu ashtu e ka sesu, e ka sesu me zjarën edhe me ujë, të dyjat janë esenca e jetës njerëzve në këtë tokë. Këtë në Allah më ju të regu se që s'kini mundësi me najtë pa ujë, e s'kini mundësi me najtë pa zjarën, edhe ma të për s'kini mundësi me najtë pa shpallin e Allahut Azogjel. Nga se nuk është një rëzicet, edhe nuk e dini dobin. Hapi i parë, i dytë do tjetë i rëzikshëm edhe shkatrus për juve. Kemi për të që e përfilin moment urën në Allahut Azogjel, edhe nuk i shtin që ta neglizhojnë, ta allojnë mos përfilin këti urni, për vetë një arsye për nume shëriatike që Allahu Gjellaj ka arsyetu. Arsyet e tjera që burën nga njeriu, tha mi njërë kujna, ati që i ka put gjisat në vesh, për në mërën nga vetima. Edhe dhëtë në rrën nga një faku, i madhi, i vogli, nga shirkun, nga kufri, nga gjithan që e dëmëtan, e senan edhe rëzikon imanin ton, në mundësot Allahu që si pasojmë sahabët, e ata burat e mi që kanë jetë në kësaj bote, dhe të takojmë Allahun Gjelle wa Ala, e në dorën ton, dhe në gjuhët tona është kjo dritë, edhe kjo ujë i Allahu Subhanahu wa Ta'ala.